Incident serioze kanë cilësuar mediat greke protestën e mbështetësve të aleancës Kuqezi për krahasve të PD-jus, vetëvendosjes dhe grupimit të patriotëve të rinj, që u tubuan në Këlsyr ku u zhvillua ceremonia përkujtimore për ushtarët grek të vrarë gjatë luftës italo-greke në Shqipëri. Në një artikull e përditshmja greke e Kathimerini përshkruante situatën e tensionuar, në cilën u zhvillua festa kombëtare greke, e cila kujton hyrjen e Greqisë në luftën e dytë botërore. Sipas artikullit, tensionet në Greqi ku ceremonitë përkujtimore u zhvilluan në praninë e forcave të policisë, nuk ishin asgjë krahasuar me ato të shfaqura në Shqipëri ku mbështetës të disa partive nacionaliste sulmuan mjetet që transportonin ministrat grek dhe familjarët e ushtarëve të vrarë. Televizioni Sky raportoi se antarë të partive politike shqiptare, siç është Aleanca Kuqezi, goditën me gur mjetet që transportonin deputet të parlamentit grek dhe të afërmit të ushtarëve. Policia shqiptare ndërhyri, por nacionalistët nuk u larguan nga vendi ku u zhvillua ceremonia, duke hedhur gjatë gjithë kohës slogane anti-greke. Fillimisht protestuesit deklaruan se nuk do të lejojnë kalimin e neonazistëve grek të kryejnë ceremoni përkujtimore në varret e banorëve shqiptar të Kosinës. Protestuesit goditën me gur dhe vezë automjetet e përfaqësuesve të ambasadës greke në Tiranë, mes të cilave edhe të ambasadorit Nikolaos Pazios, dhe 4 autobusët e mbërritur nga Greqia në urën e Dragotit. Autoritetet greke evituan deklaratat gjatë ceremonisë, ndërsa në homazhe nuk morën pjesë përfaqësues të agimit të artë, ardhja e të cilëve ishte paralajmëruar nga AK-ja. Një ceremoni fetare u organizua në fshatin Bularat ku morën pjesë edhe 4 përfaqësues të partisë ekstremiste të agimit të artë.